Zë Ministre, kjo është tenda e promocionit, ka shëndeti parësori njësisë vendorit kujdesit shëndetësor të Pogradecit, kryen aktivitet në të gjitha fshatrat të rrethit Pogradecit, njëkohësisht edhe në qytet. Bëjmë matjet e tensionit arterial, po matjen e glicemisë dhe njëkohësisht të peshës. Njësia administrative udhënisht është e përbërë nga 7.200 banor, ku ndër të cilët rreth 3.000 banor e marrin pikërisht shërbimin kjo qendër shëndetësore. Stafi infermieror, Ambulanca është rikonstruktuar totalisht. Është tamam funksionale. Po, shumë funksionale, është stafi është shumë i përkushtuar, vaksinimi 100%. Atje do të duhet vaksinimi 100%. Shumë mirë. Vaksinimi 100%. Ne mbulojmë të gjitha grup moshat, edhe moshat pediatrike edhe të rriturit. Krahas projekteve të tjera siç është vizusi i syrit apo depistimi i dhëmbëve, njëkohësisht është dhe kontrolli shëndetësor në banesë. Të tërë gamën e të tërë shumëllëshmërinë e problemeve që të kemë në spital, si çdo të funksionojë shëndeti primar. Kemi dhomat e tjera, që është dhoma e injeksioneve dhe vaksinimi njëkohësisht, është dhoma e check-upit, sigurisht që check-upin e kemi 100%, njerëzit janë ndërgjegjësuar dhe janë prezent për të bërë të gjitha vizitat. Sigurisht që kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Spitalin Bashkiak të Pogradecit. Kemi një mjek të cilin e kemi të kësaj njësie administrative, ku për vizitat e mbasdites, ai mund të na përgjigjet shumë shpejt për sa i përket kohës. Të kënaqur me shërbimin, me grupin, shumë të kënaqur. Siç kemi thënë, do sillim shërbimin tek pacientët, ja. Ti na shikoj që në shëndet sa mirë, se na shikoj si thua ti kokamollës. Faleminderit, mbrëmje të mirë, edhe mbasdite të mirë, edhe fundjavë të bukur. Faleminderit juve, shumë faleminderit.